Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi të dashur miq, kudo që jeni duke na ndjekur. Jemi bashkë edhe sonte për të realizuar emisionin Një jetë në një orë. Sonte do të bashkëbisedojmë me doktoreshën Shukrene Roka, specialiste oftalmologjisë në Gjakov, e cila prej vitësh njihet me punën dhe profesionalizmin e saj, për çfarë neve ju kemi prezantuar shumë herë në tema të ndryshme që lidhen me shëndetin e syve përgjithsisht. Por sonte do të flasim për një dimenzion tjetër të jetës së doktoreshës, për rininë e saj, jetën studentore, martesën, sukseset, shokët, miq dhe gjithçka që lidhet me fragmente të jetës së saj. Doktoresh, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta. Bashkë do të flasim për shumë çështje të cilat vlerësoni se janë më të rëndësishme deri në këtë pikë ku jeni sot në jetën tuaj. Pra që sa ju njohim si një grua punëtore, e gatshme me qenë në dispozicion të pacientit dhe gjithsesi mirënjohëse për secilin studim edhe punë të kolegëve tuaj në fushën që ju keni specializuar. Çfarë është pacienti për ju, doktoresh? Me që ushtroj këtë profesion që 45 vite, pacienti është i shejtë për mua. Se gjithë puna ime është e lidhur me pacientin. Dhe pa pacient nuk di se kisha menduar ndonjëherë jetën. Interesante kjo. Gjithmonë mundohem që në maksimum t'i ndihmoj e t'i ofroj gjithë ato çka di edhe çka mundem. Po. Ne sonte do të flasim për shumë momente të jetës suaj. Kishim një grumbull fotografish, kjo na bën të kuptojmë se dinamika jetës suaj përgjatë rrugtimit ka qenë shumë e madhe, por megjithatë u përpoqëm të zgjedhnim disa prej tyre, për cilat pretendonim se do t'jenë edhe në interes të shikuesve. Je gati ta fillojmë këtë diskutim? Faleminderit. Faleminderit. Një fotografi si rëndom na kthen shumë herët tek të ftuarit tanë. Kjo është fotoja që e kam më të parën të jetës time që kam sirtar. Jam në moshën 5 vjeçare, jam në fshatin Xherxe, ku kisha Axhën edhe Hallën si mësues. Kam punuar aty në shkollë, Axha im Besimi, i cili ka vdek si profesor i fakultetit është edukimit, edhe Halla ka punu gjithë jetën mësuese Besa Gaxha. Ata ishin të dytë aty si beqar kur punonin në shkollë, edhe më kanë marrë aty se kanë pas një dhomë. Tash më kujtohet ajo. Po. Përbri i shkollës ka qenë një dhomë ku ata banonin, edhe më kanë marrë atje, më ka bërë këtë foto. Foto bukur që mban mend edhe vendin ku është realizuar fotografia. Mbaj mend shumë mirë. Shife qantën aty në dorë, një vajzë me delikatesë. Po, delikatesë e kohës. Faleminderit. Kalojmë te fotografia tjetër. Jemi gati tash, kalojmë në një fazë tjetër. Kjo foto është në kampin e vëzhguesve në Deçan. Këtu ishim një grup maturantësh, me qenë se unë me këtë shoqën këtu përpara, në zafetën nuk kemi qenë maturante, na kemi qenë vitin e 2 gjimnaz. Ty ka qenë Indjeri Shani Brahushi, tu e kemi Flamur Gjiha, shok i vllaut tim. Kjo Fatlie Nagofci afër tij është ndjera, ajo ka vdekur re si studente. Nadire Zhubi edhe ky Ferizi Mehdiu. Çfarë kujton nga kjo periudhë? Unë kam qenë si fëmijë edhe kështu me pushime, një 2 herë me vëzhgues, edhe kem pas një kujtim shumë bukur. E kjo ka qenë një organizim nga ana e shkollës, e na kanë thënë disa, edhe kemi nejt për një 3-4 ditë aty. Cila ka qenë detyra e vëzhguesit? Kjo ka qenë një traditë shumë e mirë, edhe gjëra që nuk bëhat në kohën e sotit. Na si fëmijë mund ka herën e parë me shku si nxënës e klasës 3 me vllaun tim. Ai ishte në klasë 5, unë në klasë 3. Edhe një herë kam qenë një vit mbas me 2 vajzat Hallës. Ka qenë një përvojë shumë e bukur. Aty ka pas moshat prej moshave tona deri ata krejt rritun që ishin student edhe mosha më të mëdha. E ka qenë një jetë me një rregull caktuar. Kemi pas shatorat, këto çadrat,
se cili kemi qenë vendosur në për ato ka 2 vjet, edhe kampi ka qenë në formë parku, Drini i Bardh quhej. Po. Edhe aty kemi pas komandanti, kemi pas gjithë ata togerat, se grupet si togje u ndajshim, edhe në mëngjes u ngritshim herët, shkojshim me vrapu ku ka qenë fusha e sportit aty në Ndeqan. Po. Edhe për rreth asaj bëjshim ushtrime, vrapojshim, pastaj vishim, u pastrojshim, shkojshim, u veshim, i rregullojshim shatorin u duke e merrshim, si fëmin kujtohet, i merrshim se s'kishim fshesa, i merrshim disa gjethe, kështu e bëjshim për fshese, e lagshim, e fshishim se ajo dhej ishte poshtë, e rregullojshim, merrshim gur, merrshim myshqe, edhe rregullojshim, zbukurojshim këto përpara, jo shkruajshim Drini i Bardh ose diçka, edhe tash vike koha revistës shatorave, ka qenë doktor Mahmut Lila, komandant. Edhe kur vike ai tash vike prej shatorit parë, na dilshim edhe referojshim përpara shatori numër 1 për shembull është i gatshëm për revistë, u largojshim ata na këçoshin dhe na notojshin. Mandej në mbrëmje, për gjitha detyrave që i kryshim, kush ishte më i miri, u zgjedh kjo mi ngrit flamurin ose mi zbrit flamurin. Mëngjes u ngrit ke flamuri, mbrëmje u zbritke. E ka qenë një jetë shumë interesante, aty u rrike 2 javë, me gjithë të mosha, mbrëmje u mbledhshim, shoqin gramafoni ka qenë që aty, ushqimi u përgatit ka qenë kuzhina aty, çdo ditë një tag e kish më ranë me shkumin ndihmua asaj kuzhinierës, mi përgatit, një rregull i pashoq. Po ka qenë shumë si ushtarak. Ju ka shërbyer ajo pastaj edhe për pjesën tjetër fjetës. Edhe krijoshim miqësi. Me vend vishin edhe të Prishtinës, ka pas gjakovarën prej Prishtinës që vishin. Kishim njerëz, vishin madje grupe tjera të shkuesve prej vendeve tjera, u poshin kampet për afër aty. Po shumë një përjetim shumë i mirë ka qenë. Shumë e bukur. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtë që nuk e kanë fëmijët tanë këtë aktivitet. Kjo është kur isha në klasë 5. Po? Prap me Vëzhgus, që aty kampi ku po bëjnë shatorat. Cila jeni ju, doktoresh? Unë jam këtu poshtë. Këto tjera ato është, kjo në altë është Sinavere Syla. Po? Edhe është e martuar me Pej, edhe këtë Uta Vula. Kjo është, këtu jeton në Komlogje aty. Këto janë shoqe, qysh kemi qenë aty edhe mi jem fotografu. Po, Kjo do më thonë është kur kom qenë si fëmijë, ajo tjetra ishte kur kemi qenë me shkollë. Gjimnazista, ma rritur. Ecim të një fotografi tjetër, shofim doktoresh se ku do t'jemi tashmë. Këtu jemi shkollë fillore, klasë 8, një shëtitje në Ndeqan. Këto janë shokë të klasës edhe shoqet. Unë jam aty afër. Pse organizoi kjo shëtitje në Ndeqan? Shëtitje... Ishe rëndomt, vjetore? Jo, kjo si klasë 8, neve na qunë mbasi ishte gati fundi i vitit. Po, si ekskursion. Po, me pak me shku në Ndeqan, për ndryshe u bëjshin shëtitjet në Shkugës, më tepër, ose deri në Bërkaca të shkojshim, ose në Qabrat në Altë, se unë kam qenë prej klasës 5 në shkollën Mazon Puska, kështu që kjo është shoqëria për shkollës Mazon Puska. I mban mend, doktoresh? Gjithë i mbaj. Hajdet na thuaj pak. Ai pari nënën e majt është Hasan Hoda, ky e ka unë vjetën në Dubrav, e kanë vra. Ajo shoqja ofër meja aty është Luljeta Gjoci, Spahia, kjo është në mbas meje është Gzim Bejtullahu, ky ka qenë inxhinier dhe ky ka vdek për fatkeq nga smundja. Ky tjetri është Agron Koshi, njëjtë inxhinier, kjo Koshi Group që po mbarojnë anijet. Ajo është Hikmete Hajdaraga, edhe ajo ka vdek, ka qenë martuar në Zagreb. Kjo është Serbeze Dylazeka, kjo është të jetu në Amerikë tash. Kjo tjetra është Sutkia Shehu, në Skaj, edhe kjo për fatkeq ka vdek. Kjo poshtë me Shamit Zez, i ka pas vdek baba, edhe prej klasës 6, kjo vazhdimisht ajo tradita e keqe e popullit tonë që ka që mbajtje zi të fëmijët. Ganimete Shala është martuar me Pej. Ajo është Oltane Boshnjaku, kjo jeton në Amerikë. Ky poshtë është Gazmend Kastrati, ky jeton në Gjakov, edhe kjo është
Canhasi, Elmaze Canhasi. Sa mirë që Edhe kjo është Suedia, dika jetën jashtë. Po, interesante. Ja, i mbaj mend gjithë, edhe gjeneratës që i kam pas. Po, shumë e bukur kjo. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu kujt. Kjo është një foto nga studimet. Po. Jam me një shoqe shumë të mirë, e cila jeton që është nga vitet 90 në Amerikë. Është Vjoca Ferrati, është një mjeke, higjieniste. Kjo kemi qenë në Shkup, në kongres. Po. Me punime patëm shku si studente, me punime shkencore. Unë e kom pas një punim shkencor nga landa neurologjisë. Edhe Vjoca ka pas vetën edhe kështu që jemi fotografu aty. Qa kujton nga jeta studentore, doktoresh? Si ka qenë organizuar aso kohë? Edhe pse mjekësia është një degë më e vështirë edhe lyp një angazhim maksimal. Edhe unë vetë kom qenë ashtu shumë e përkushtume ndaj mësimit. Ndoshta nuk kemi pas shumë kohë me bo në qef të madhë si kur tash që i bojnë studentët, po kemi qenë një gjenerat shumë e shkëlqyshme. Edhe tash i mbojmë së bashku kontaktet, gjithë suksesshëm, ka qenë një jetë shumë e mirë. Mu më kara vitin e parë nuk kam qenë në konvikt, kam shku të dajtë, se nuk më doli konvikti, ata nuk më leshin, i kam pas gjyshat e dajtë në Prishtinë. Mandej jam vendosë një shtëpi private me 2 shoqet Gjakovës. Mandej vitin e dytë kam qenë konvikti, kam përpru gjitha jetën e studentore. Në vitin e tretë më pastaj patartë baba me punu në Prishtinë, edhe vllaun e madhe kisha student. Prej vitit 4 më dhe kemi kalu me jetu në Prishtinë për shkak se ishim 4 fëmijë gjithë kishim me studiu. Kështu që e kujtoj shumë me mall edhe me nostalgji se ka qenë një periudhë shumë e mirë. Madje kjo jeta në konvikt duket sigur i ka ato dhe kujtimet më të bukura. Po, ka kujtimet, edhe pse na në vitin e dytë na ra koha bashkë kur e përgatishim anatomin, angazhimin më të madhin, ajo qetësia nuk ishte, atë ishte ngarkesa më e madhe, kushte ishte të tjera. Po me një shoqe timen tash që është ginekologe, që e përgatishim edhe kemi qenë bashkë në domë, shkojshim në bibliotekë me studentëve, i qeshim librat, aty gjithë ditën mësejshim, pastaj mbrëmje i pritshim kur flajshin krejt, na vazhdim me përsërit së bashku. Se edhe në dhomë ishim, unë kisha një vajzë të halles, u duke me marrë dikuj mi ndihmu, me një shtrat flajshim, si ilegal i thëshim atë. Ishim 5 veta me një dhomë, me 3 shtretën, po mirë. Me mësu e pa mundur ka qenë aty kur janë 5 veta. Shkojshim, ushqeshim në menzën e studentëve, edhe ajo ka atë dvetën. Gjithsesi. Janë kujtimet bukura. Po, pa tjetër. Kalojmë të një fotografi tjetër pas kësaj foto me doktoreshën. Kjo foto është mbrëmja maturës. Juaja, po. Vitit 74. 74. Po, këtu jemi në hotel. 51 vite. Ku jeni këtu? Që jam aty në mes, në altë, me atë bluzën me shejt anijes të. Sa më bukur. Ku mbashin aso kohë? Në hotel. Hotel Pashtrik, po. A vinin, a ishte rregulli kështu sikur sot profesorat, muzikë? Po, i kemi pas edhe profesorat atë krejt. Po, ka qenë pak më thjeshtë, se jo si tash që është kjo ngarkesë e madhe e shpenzimeve. Që nuk po më pëlqen, se nuk janë vetvetja ma. Ma më rëndësi ka qenë takimi me gjeneratën edhe që shka një veshje pak më thjeshtë, veshje nxënësve, jo veshje... Që i përshtatet moshës së tyre, po. Tash po shkojnë diçka në ekskluzivitet, edhe kërkesa shumë të mëdhaja, po nuk është ajo. E kështu që kështu shumë mirë kemi e gjithë klasa. E bukur. Kalojmë te fotografia tjetër, pas maturës. Kjo është fotografi maturantat, në kanë marrë me që se nuk jemi gjithë, po këtu jemi me drejtorin, me profesora, krejt gjenerata kush kemi mrimu, më ledh aty në bërë gjimnazit, vjetërën jemi gjithë. Po. Këtu jemi në rëndin e 3, e 4 me rëndin aty. Me atë bluzën këtë. I kujton njeriu momentet edhe kur kanë kaluar vite, kur... Se neve na kemi bo edhe takimin 20 vjetorit edhe 50 tash, e kemi bo vitin e kalum. Shumë nuk kujtoshin gjitha edhe, po tamë kemi edhe jashtë që janë, mirë po kontaktet prapë kanë vazhdu.
Është shumë e rëndësishme me mbajt një miqësi. Është një periudhë që nuk harrohet. Shkolla mesme janë shumë kujtimet e Unë bukura. them shkollën e mesme janë pa halle, pa derte, Po, pa ala nuk ju probleme. hyn ai derti i madh. Se studimet e kanë atë, po, i kanë ato. Aty tamam përcaktohesh për një rrugtim jetësor, e kështu je i hala në turmën e bashkësisë. Shumë e bukur kjo. Kalojmë te fotografia tjetër, shohim se hajde doktoresh tash na. Kjo është një foto familjes. Këtu kam qenë studente e vitit parë. Po. Ishim në një dasën ka ona e Dajve, Po. edhe unë si studente shkova aty. Këtu e ruj si kujtim, me qenë se këtu e kam afër meje aty gjyshin tim, babën e nanës, i cili ka jetu 93 vjetë, ka qenë një njeri shumë një burr i urtë dhe shumë i mençur, që ka ngrit një familje të gjithë të arsimum, me 7 fëmijë i ka arsimu gjithë 3 doktora shkencave, i ka bo 3 djemtë profesorë fakulteti, Sa e bukur, 2 po. tezët i kam pas me fakultet, edhe nana ime që ka qenë më e madhja dhe tezja e dytë kanë qenë mësuse, të me thonë gjithë i ka shkollu me një punë të vetën. E kjo ka qenë si ka punu në zyrë në bankë, kur ka shku në Prishtinë, këtu ka punu për para në Gjakov, se këta kanë jetu në Gjakov. Këtu ky pari është burri tezës time të madhes, Hilmi Nigja, i cili nuk jeton më. Aty afër meje është Shani Pallaska, aktori, që është daja i nanës sime. Aha. Ai tjetri Faik Hima me verën, është tezaku i mamës time, prap. E ky pari këtu është daja ime i madhi, Masar Stavileci, ka qenë profesor doktor i shkencave gjuhës frënge, fakultetit. Doktoresh, fëmijët gjithmonë i kanë ato lidhjet e veçanta me dajet, me familjen e nanës. Kjo për faktin se dikur takimet me ta kanë qenë më të shpeshta se sa që janë sot ndoshta. Çfarë mban mendje nga ajo kohë? Unë ruj shumë kujtime të mira, thash se na kur kemi qenë, na kemi jetu njëherë në Gjakov, edhe këta kanë qenë. Nga viti gjatë të 2, kur daja e Sati, Stavileci, Po. shkuaj në studime, gjyshi kaloj me jetu atje se ju bëshin studentat tjerë tash. Edhe na prej asaj kohe nuk i kem pas këta, edhe ka qenë një periudhë shumë e vështirë udhëtimit, çak edhe për Prishtinë, Po, 3-4 orë dushe rrugë me bo. natyrisht. Edhe nana punonte si mësuese, atëherë nuk ka pas ditë lira shtune, shkojshim vetëm kohën e pushimeve. Mirë po këtu te agja i nanës kemi bo gjithmonë atë daj, kemi shku aty gjatë vitit, ajo na ka prit shumë E kam mbulu në një farë forma mungesën, po. Te Mazlum Stavileci, edhe gruaja ti Bekria shumë na ka deshtë edhe na ka afruar çmirë, sa që na nuk e kemi ndi mungesën që s'keme mujtë me shku çdo kohë te daja. Për ndryshe, mandej kemi shku, edhe si studente kam kalu shumë ditë mira, se i kam pas aty mbështetje. Unë edhe pse nuk kam najtë krejt kohën aty, gjithmonë kam qenë aty, i kam pas 2 tezet e mia, një kohë pa martu me mandej njëna ke martu, dajt, gjyshat, Që ne se kanë rrethuar. jetu, po, kanë jetu gjatë, dhe gjysha ka vdek 80 vjeçare, po gjysha ka vdek më njerë mas gjatë kohës luftës, kur iken në Tetov, aty ka vdek, ka shku me daja në Satin edhe me familje. Kështu Po. që është një nostalgji, edhe sa dhe ditë unë e ruj gjithmonë dashurinë për ta dhe respektin, si për gratë e dajeve, si për gjithë, se gjithmonë na kanë përkrahur, na kanë prit mirë, kështu që Po. është një kënaqësi e veçantë. Gjithsesi, kalojmë te fotografia tjetër. Sa shumë nostalgji kanë këto fotografit. Kjo foto Pa. është kur na më njoftu se na ka Shahiniti Karame ardhë në gjeneratën tonë. Aha. Ka qenë gjenerata përpara. Edhe kjo është një kongres i studentëve që është majtë në Hotel Grand, që kemi majtë shoqata e studentëve të Fakultetit Mjekësisë të Prishtinës, edhe kanë orë prej vendeve tjera. E kjo është fotoja në Grand natën e fundit, kur kemi dalë me shoqënia të mbrëmja që ka qenë. Si galla mbrëmje që bëjtojnë tash. Po. Atëherë s'ka pas Ju galla. ishit këtu vetëm si shok student? Atëherë kena Apo pas kishte fillu. filluar Po, lidhja juaj? Ka pas fillu lidhja në vitin e 5. Po. E për ndryshe jemi njoftë nga viti 4-5, çështu deri. Si ishin këto ditët e njohjes suaj me doktorin? Po na ishim një shoqëri që rrishim shumë shpesh së bashku gjithë kohën. E kemi pas këtë shoqen Agime Kotori nga Peja që tash, ka qenë shoqe ngushtë me mu.
Shahini, mandej ka qenë një shok shoqëri Liçi dhe ajo është ginekolog i Prizrenit, edhe një barigoga ka i për ka vdek për një viti, 2, i Ferizajit. Edhe na gjithmonë kemi ndajt bashkë. Bile ka qenë gjithmonë ajo si norm, kur na shkojshim ulshim rëndën e parë të ligjëratave dhe askush nuk ulke. Edhe që vishin tjerë të ulshin bashkë. Se e dinin që ju të katërtit. Vende jonë aty i 5-ve. Edhe kemi ndajt shumë bashkë. Edhe madje me ku u bë dikur vonë, si mbi ke shumë e çuditshme, as më isha me pranu, se isha mësu shok ishin. As nuk i kisha mendjen aty, po. Po, gjërat ndodhin, ha? Ndodhin. Shumë e bukur. Kalojmë te fotografia tjetër. Kjo është dita martesës sime, me 1 maj vitit 82. 82. Po, të jemi në shtëpi këtu në Gjakov, se na ishim të jetu në Prishtinë. Mirë po baba pa të kërku me orë këtu mi bo martesën, mos mi bajt misë të me orë Prishtinë ashtu. Kështu që këtu është vjehri, baba Shahinit, edhe aji tjetëri është baba im në atë anën. Të nana ime, hallat, vajza halës. Sa e bukur kjo veloja, doktoresh. Shumë e bukur, edhe sot do t'ishte e bukur mënyrën si pas ka qenë e qepur. Po atëherë u duke me shkull tjetër ku me marë, se s'ka pasur kur tash gjitha këtu. Po. Të ka desh me shkull në Stamboll, me i blet teshat e martesës. A ishit ju një vajzë e cila do të respektonit këto traditat, si kanë qenë atër të martesës, 3 ditë? Asnjëherë nuk e kom pas problem. Bashkë e kom pas kënaqësinë pse ju plotësoj dëshirën. Prap kom bet ajo. U martuat para se të diplomonit apo pas? Ja, kom diplomu unë, mandej kom punu, 1 vjet e kom kry stazhin, mandej kom punu edhe 13 muaj në Bilic, se në shtëpitë shëndetit Prishtinës jam punësu, tek mandej kom ardhur. Se unë kom diplomu 18, me një korrekt 18. Më thënë, respektonit, kishte tradita në familjen e doktorit? Jo shumë, po ato pak që kanë pas dëshirë, si të mos vjerat që janë më të vjetra më ashtu, nuk e kom pas problem asnjëherë. Ju ke adaptuar. E kom pas kënaqësi. Se dhe fakti që keni jetuar në krye qytete, pastaj që kanë qenë pak të dinamikat. Fillet i kom pas prej qëto, si studente më kara mandej prapë më ramu këthy, se kom pas, jo mësu edhe në familje me traditë, jemi mësu me respektu me bo prej prindve, prej gjyshes e krejt familjes babes, që është edhe nga ona nanës. Cili është ai vesi, ose ajo gjëja që e pave në familjen e doktorit dhe e more si diçka të mirë që dojet jam veshje vetës? Çfarë kishin ata diçka të veçantë që ty të pëlqente më shumti? Edhe familja e Shahinit më ka mirë prit shumë mirë, edhe kanë qenë njerëz shumë të ngritun, shumë të përparum. Vjeri ka qenë jurist, Vjera nuk ka qenë e shkollume, ajo ka punu me pundore, po ka qenë shumë e ngritun. Unë shpesh të kam dëshirë më ullë me bisedu me te, sa është si enciklopedi. Aja që shumë ka pas me tregu edhe shumë gjona, shumë i di prej asaj. Edhe në lidhe me familjen edhe me gjitha. E kanë pas një respekt veçant, nuk ka pas të theme, nuk ka pas padrejtësi në familje, edhe që ajo më ka bë mundi mirë, se na kemi jetu gati 9 vite në bashkësi. Kemi qenë me kunatin që o martu 1 vjetë pra nesh, a i ka pas 2 fëmijë, na i pam 2, edhe kunati beqar plus 2 vjerit aty. Edhe normal, si ka qenë tradita, mysafir çdo natë kena pas edhe si, por asnjëherë se kom pas vështirë. Unë e kom pas ndihmën aty nëse mi kanë rrit fëmijët, kom shku në punë pagajle, asnjëherë nuk jem dalë prej punës për diçka, janë kujdes për ta si kunata, si vjera, jam shku në mëngjes pa kurfar problemi. Ka qenë ndihmëse madhe, edhe nuk kem pas probleme. Edhe këta kanë menaxhu familjen mirë, nuk kanë bërë padrejtësina, nuk kanë bërë dallime, kështu që kemi shku pa asnjëherë pa ndru një fjalë mes veti. Mandej mas 9 viteve na dulem në shtëpi, se u duke mu martu kunati, kjo shtëpia ishte e vogël. Me shurem. Me ndrimi gjeneratave aty tash. Dhe në momentin e fundit kemi kalu shumë mirë me ta. Kalojmë te fotografia tjetër pas martesës. Kjo foto është në Tiranë. Ky është vllau im i madhi, Edmondi, që është elektroinxhinier, jeton në Francë. Aty është Shahini, unë, djali i madh Visari edhe Vigani.
Kjo është viti 1994. 90. Kemi pas shku për pushime. Vllau në atë kohë punonte në Tiranë. Edhe unë familjen e dajve të babës i kom pas. Selman Rizën e këta janë bashkë dajt e babës. Edhe një vajzë e dajës, ajo jeton të vete me mbante vllaun aty. Ajo nuk në lejoj kurse si me shku me najt në ndërës. Ta shrishim aty edhe u tëshim çdo ditë. Me ato vit me një herë mas pavarësisht që ishte. Po mirë shumë, u kënaqëm së bashku, ishte një përjetim i mirë. Kjo është hera dytë që shkova Se të shkosh në Tiranë këto vite ka qenë numër njerëzit që kanë pas mundësi të shkonin. 92-shin, shkum se e pata baben aty, pa të shkum i stafirë me nanën, në djerë pas, edhe u smu prej infarktit, pa të pësu vdekje klinike e i shtru në spital. Edhe në mandej shku me mora këtë djallin e vogël Vigoni, Shahini dhe da agja im. Në vjeri shku në Tiranë, edhe ajo hera para që e pam Tiranën, ajo bas rëzimit të sistemit, po ishte të mund është me paramendu askur me krahasu me kohën e tashme që shka qenë edhe që është bo. Pa tjetë, pa. Janë ndryshime, po shiqur që për të mira janë. Shiqur që ka evolu për të mirë. Sakt. Kthehemi te një fotografi tjetër, thash doktoresh, me këto kujtime pa fund. Kjo foto është, na jemi 4 fëmijë këto. Vllau i madh, motra, që është mbas meje, është vllau i vogël Bekimi edhe unë. Kjo është në Strug. Tu kam qenë nxënës e klasës 6. Shkoni do me thënë në pushime atje? Po, kemi shku në Strug, në Ulqen shkëshim për para, po dhe në Strug kemi qenë ja 2 herë, e kaleshim shumë mirë, aty ka pas familje shqiptare në rrugën Mark, se e ngellë, se e mbaj mend prej plazhës, se mbaj mend shumë atë pjesë mirë, kur shkëshim. Ma tregon do një karakteristikë të këtyre treve, që e kanë edhe sot? Po. Ky vllau i madh tash është elektroinxhinier, motra është ekonomiste, vllau i vogël është arkitekt. Po tash kohëve të fundit po merret me pikturën më tepër, tash bile muajin e kalum e hapi një ekspozitë në Tiranë. Shumë të veçantë. Sa mirë. Gjithë jetojnë jashtë. Veç unë kam ngel në Gjakov, besnike. Motra jeton në Zhenev, vllau ka jetu në Zhenev, tash për momentin është në Londër i vogli. Ai për ndryshe ka qenë edhe gitarist në grupin Gjurmët, Bekim Dyla. Edhe të gjithë e kanë karakterin e fortë, nuk dorëzohen, punojmë gjithë akoma. Vllau i madh është 2 vjet më i vjetër se unë, ky hala punon, edhe pse është jashtë, është aktiv, punon si inxhinier në për kompani të ndryshme, që shkojnë në për vende tjera. Unë shpesh bile, kur bisedaj në telefon, kur ta do të kam me shku këto, tash e kam bo mi globin, mi marrë me të këqyr ka përshkan. Tash a edhe vitë shëndeti. Kjo e kryesorja. Motra që ashtu edhe kjo është, edhe pse o pensionu, punon. Edhe vllau i vogël ky hala se do në pension, po ky tash po merret kështu privat, me punët e veta. Se cili kanë qenë kështu si ambicioz, edhe fëmi? Po kanë qenë nxënësat mirë gjithë, kemi kry pa problem. Këta 2 vegjet janë ma temperamenta, po mirë kemi kalu. Dhe më thënë, qëllojnë gjithmonë në grupin e fëmijëve, dikush më temperamente, dikush më pak. Po, kalojmë të fotografia tjetër. Kjo foto është si absolventa, kemi shku një ekskurzion në Greqi. Edhe kemi shiti gjithë Greqin, prej Atinës edhe poshtë dhe të Akropoli, Mikena, Epidaurus, se gjitha. Kjo është në Akropol, fotoja. Këtu jemi, unë jam aty me atë fustanin. Këtu afër e kom doktor Zulfi Azizi, që vdiq tash ky ginekologu, ka qenë asistent i uni. Aty në këtë kraun janë doktor Arsim Murina, neurokirurg, me të shoqen Qamiljen, se edhe këta i kemi pasën gjenerat dytë. Ajo është anesteziologe. Aty lartë është ajo Vjolca Ferrati që isha ma herët fotografi, që tash është në Amerikë. Ajo afër saj Ferida Ademi, është motra ati doktor Adem Ademit që i kanë vronë Mitrovic. është transfuziologe. Aty lartë është ai Bari Goga, që tash që kemi qenë në grupit, që kemi ndajt vazhdimisht. Edhe kjo Ajshe Shala, kjo ka vdek vitin e kalum.
Një shoqe shumë e mirë, ka punu mjekësi familjare, si specialist në mjekësisë. Doktoresha, i shfrytëzonit këto vizita sa për të kënaqur si të ri për të kaluar një mbrëmje ndryshe prej Prishtinës ku ishit, apo edhe doni të merrnit eksperiencën nga ana profesionit, apo vetëm kulturën ta shikonit? Jo, kjo ka qenë udhtim se përpara gjitha gjenerata, dete gjenerata jonë i kanë qenë në Rusi. Ekskursioni i fakultetit mjekësisë ka qenë në Rusi, ashtu. Ma kujtove, pati thënë një kolegë. Gjenerata parë ishim që kjo ka qenë një udhtim 11 ditësh. Bile unë një javë përpara i pata prind në atë udhtim, se jo shkojshim me agjencian. Edhe mandej organizuam edhe na shku, po kjo ishte vetëm turizëm, tur me shetit, shumë mirë, patëm najt 2 natë në Athinë, patëm kalu shumë mirë, shkojshëm vizitojshëm, mandej këto gjona historike shumë të mira, te kanali Korintit, kemi foto shumë bukure, të Mikena, ato, edhe pse ishte një kohë pak me shi, po prapë nuk u ndalëm. E keni shiuar. E shiuar shumë mirë. Kemi si një shoqëri shumë e mirë. Kemi pas një gjenerat shkëlqyshme, që për mi 70% janë krejt profesor të fakultetit tash që janë gjeneratës time që kanë qenë. Me që tash kanë fillu pensionime normale. Mirë po, profesionist me karierë. Kemi diplomu për një ditë 33 student. 33, me një korekt, vitit 80. Edhe qka ka qenë, po them se ka qenë shumë gjenerat e vyshme, edhe gjithë ambicioze dhe punëtor, që thëshë ana kur i përgatishim provimin, shkojshim me hymë provim. Edhe tash kur mërshim me hy, e dishim që dhejtë që të kanë me shku, tash bëjshim garë cila dhejtë që përdel ma e forta, kush ka me qenë si ma i forta në atë dhejtëshën. Bile i mbaj mend, një profesor i Shqipërisë ka qenë shoqëri Subash i patologji. Edhe më pyti mu, edhe Kreva, i thot ati asistentit, Maloku ka qenë, për thot hajtë ti bënja një për qef tonin, se unë e Kreva, veç edhe ti pëtë dishka. Edhe kur e Kreva unë, për thot ta është kënaqësi e madhe, ta me ardhë me pytë studenta në Prishtinë, në fakultetin tuj, ta qëfar përgjegje jepni, edhe është shumë kënaqësi e madhe. Edhe ata të Beogradit anatomi, po thëmë se kemi pas shumë gjeneratën e fortë, shumë Jesi e mirë kjo, sepse edhe ambicia për të vazhduar tutje është shumë madhe, kur ka konkurencë. Gjithë kanë qenë më ndaj suksesshëm, janë bërë profesora, janë bërë në për klinika, unë e po të fatin unë të thejva në Gjakovë. Po, edhe ju i keni sukseset e juaja gjithsesi. E vazhdova ndryshe. Po. Kthehemi te fotografia tjetër, thash. Kjo është fotoja me shoqet e klasës gjimnazit. Kur jam pensionu, për pension i pata mbledh kolektive një ditë, edhe këto një ditë i pata thirë, edhe kemi qenë te Hotel Konti një drejkë, së bashku e kemi hongër. Tu po e njoh arsimtaren e kimisë. Katën. Kjo para është Shukrane Binoku i Feteu, jeton në Kanadë tash. Motra e Cen Binokut. Sa mirë, po, aktorit, po. Ajo është Violeta Zajmi, motra doktora Gron Zajmit, e kom pas edhe ato në klasë. Ajo është Vera Bejtullahu, e treta aty ku e kam dorën unë. Kjo jeton në Prishtinë, ajo është Katja Miljate Cana Komuni, edhe kjo një zapete Maloku tash, Stavileci. Kjo është asaj familjes që tash na kemë bodaj aty të këta, e kom pas edhe shoqe. E kësulloj takimesh, doktoresh, a bisedohet kur janë grupet e shoqeve të një gjenerate shumë ma herët? A bisedoni kryesisht për të kaluaren? Po i bisedojmë edhe ato, i kujtojmë, i tregojmë, sidomos këtë shoqen e parë, e kemi pak ma ashtu të gjallë edhe këto organizimet, shumë shpesh bile në ngucë, të unë po vi prej Kanadës, për bëjë organizimet e juja këtu që jeni. E gjenë pretekstin ajo, mirë. Po e gjenë, është ma aktive. Se tash edhe kur e patëm po 50 vjetorin, kjo ka qenë iniciatora parë me Lulzim Jupën të ndjerin, a i vdishme dhe basa asaj se ishte veç i smur, po shumë mirë. Prapë i majmë kontakte, takojmë. Po, e bukur. Ecim të një fotografi tjetër, shofim. Kjo është për para ordinancës, jam me vllaun e madh dhe me gruan e tij Valbonën. Patën ardha ta për pushime pak me na vizitu.
edhe këtë na ka bo Shajni një foto bashkë. Se kështu ashtu po jemi gjithë Gërbet pas keni, po. Është pak, ndoshta e zorshme, kur I ke krejt antarët e familjes jashtë. Po është e zorshme, njëherë kisha prind, Po. deri para 14 viteve, sa para 15 viteve më vdiq nona, një vit pas më vdiq baba. E unë I kisha kujdesin ndaj atëne, se ata jetëshin në shpinë që I kem këtu në Gjakov. Po, prap I kisha të angazhimin rreth tyre edhe këta ishin jashtë, e kalojsha disi. E tash kur ngeli shtëpia zbrasta, ashtu është e vështirë. Është e vështirë, po duhet me këthy jetës gjithë, jetës vetë, që I kem familjet edhe. Po, unë them ato shtëpit e vajzëris janë ndoshta sa herë kalon ka nostalgji në vete. Po, të ashtu është. Këtë thotë se cila vajzë besoj. Kalojmë te fotografia tjetër me doktorin, po. Këtu është nipi im, Ori. Po bërë doktor edhe ky si duket. Ky pa tjetër. Edhe dan edhe tash, këtu e ka këtë foto se si të vjen, lyp me vesh një uniform timën edhe kjo të gjyshe e rimja është, nuk duhet me mami peshti këta. është një setër, edhe gjithë duna mi jalon aty. Ka dëshirë, e dënë. Po, e dënë. Edhe tash gjithmonë tash të hajde unë gjyshe hajde, unë e du mi këqyrë gjyshe në sukur të mi qitë në aparat edhe gjitha. Tash e ka qitë aty edhe për e që unë e atje shkroni atë keme pa që shpi këqyrë gjyshin, se unë jem doktorari, gjyshe tash të je pensionu, thata, unë e tash ko me orë në basteje. Se ogja, se djali I dytë është oftalmolog në Gjermani, a I ka kry, po është të punu alo atje, e thëtë se ogja vegan është në Gjermani, unë e kom me të zavëllësu ty. Jo, nuk po din. Qa lidhje ke me nipa? Dë nipa më duke Jo këteve që kemi, për momentin vetëm këte. A veç këtë më falë, po. Qeni gjyshe, e gjysh ishtë diçka një ndjenë shumë e veçantë, që nuk e kom besu të tjertë. Kur të ishte baba jem, si të mos aje është prejke ashtu, kur të ishte na me angazhimet tona si për fëmijët të keke mjalta, edhe gjdo send që u damtoshin ata, këpo I ishte joni, pa diskutim. Jo I nipave. Se po I nipave, askur që. Po ishte me të vërtet ishte një knatësi, një dashuri që nuk krahasohet me kur gjo. Shpenzon ko me ta? Po, angazhona me ta. Me ta kom shumë dëshirë kur vjen. Edhe është shumë I gjallë, shumë I interesum, shumë inteligent. Intereson gjithë shka edhe këtë kohën e kalon me biseda, pyt mu, pyt Shahinin, e na të regon e gjene, ka mu abet shumë. Na knaqë në çdo moment. Po. Edhe doktor Shahini është komunikues, kështu që me gjyshin e ka futbollin. Po. Se edhe shkon në shkollë futbollit, edhe I intereson shumë futbolli, edhe krejt informatat e futbollit I jep kë. Shumë e mirë. Ecim të fotografia tjetër edhe pas këtij nipi bukurosh, një fotografi e bukur doktoresh. Kur u pensionova, para 4 viteve, në tetor, këtu e kom organizu për kolektivin e spitalit ku kom punu, një darkë, edhe ishim aty bashkë, se është buqeta e luleve që ma kanë pru kolektivi edhe torta. Trego pak, doktoresh, gjithë ato vite në spital, cila ishte ajo përshtypja jote ditën e fundit, kur doje të dilshën nga reparti, ku ke qajte, ke qeshe, ke flejte, plot fragmente jete I përjeton njeriu në punë. Aty ishin 20 sa vite që punova në spital, se unë kom punu edhe në Mindurak. Për para, prej vitit 82 kur kom marrë dhe isha në specializim, prap aty kom punu. Po prej pas luftës, kom qenë vazhdimisht në spital. Ka qenë një kolektivi mrekullueshëm. Kom respekt për gjitha motrat, kolegë që I kom pas aty. Por për fat keq, u bo një përfundim I keq. Pse thonë? Momenti kur dola. Pse? Ngela 3 vite vetëm, pa kolegë. Shkoj doktoresha Emiliate në pension, edhe gjithmonë kërkojsha le të ma bin edhe një kolegë tjetër, edhe do të vazhdojmë. Isha pa mundur me vazhdu punën ashtu. Vetëm? Vetëm. Kisha edhe punën në salë, edhe punën me pacientat, shtrumë me repart, edhe me shku me punu ambulancë, edhe konsultat klartë, edhe gatishmëria, edhe gjitha një njeri. Unë isha atër 60 kisha kalu. Nuk, edhe ashtu u shtyna 3 vite me zërë. Mirë po,
filloj me damtu nga ana shëndetësore. Fillova me pas aritmi, tensioni më shkoj ke shumë lartë. Për shkak stresit. Stresi, Angazhimi. lodhe, edhe kur bona ekzaminimet gjitha, në fund të ta doktori, veç është stresi. Edhe prej asaj dite që më dalë më unë atë terapi asnjëherë s'e kom përdor. Se u pa që isha shumë ngarkume. Edhe u desht. Ma në fund u desht me lëshu se s'kisha rrugdalje tjetër, ose dusha me damtu shëndetin. Nuk boni zgjidhje kërkush. Ka qenë edhe Ministri i Shëndetësisë, me një takim kur dolëm, edhe po thatë unë do ta marr, ky ka qenë Urani Ismaili. Ti e lëshove pa e mbush moshën e pensionimit. Pa e mbush, një vjet Po, para se një mi vjet, mbush. po. Dole me gjatë të 4 vjetë prej aty. Edhe ishte ai, edhe pi tregon kështu drejtori, doktoreshe në kemi vetëm, diçka, tha, doktoresh, unë do ta kem parasysh e do të bëj diçka, tash, o zoti ministër. Tash unë kom përvoj punë ma shumë se që ki vjetë jetët e bo ministër. Tash nuk po bën vetëm, se është angazhim. Me qenë në mënyrë ambulantore punon, shkon, po këtu i ki krejt angazhimet. Edhe rënë vetë shësurë dhe edhe aja punë, kështu që unë u deturova. Po u ndisha shumë keq. Unë veç presioni madh mandej edhe i familjes që më kanë bërë, për mu largu se e kishin gojlën e shëndetit. Kuptohet. Bile djali prej Gjermanit të ke, oj mam, nesër mos mu, me metë në shtrata, diçka, a po kujton se mërzit e dikush për ty? Tash unë jam ka di, po më duket që unë jam ajo shkaktoria që po mbyllet. E nuk i kom pas kur këtë dëshirë. Megjithse ajo ish e curi e ka motshme, pasi që aty asnjëherë nuk kanë marrë asnjë specialist të ri me e kriju. Përveç doktoreshës Melihat që ka kry vitin 83. Unë vetë kom kry 85-86. Po. Kom 86 kom specializu. Kom ardhë si e kryme në spital. Do me thonë prej aty më kur s'ka dalë specialist dikush. Edhe ju pa ta thonë, tash ju, sikur një familje që nuk lindin fëmi, nuk ka vazhdimësi ajo familje. Vjen në qëtë krizë, po. Vjen, edhe këtu kanë me orë që to, unë vjen keq, po nuk mundem ma. Edhe, po thëmë ajo ditë për mu ka qenë shumë e vështirë, një, për mas pari vetëm për kuadrin, e mesëm që kanë ngell aty, se e disha që kanë mi shpërndoa dhe mi keq trajtu ku kanë nevoj, po. vetë ata mi qu, edhe se për ndryshe nuk kom vrejt nej përkraje, as prej kolegëve, as për kuj. Kom dalë mas gjitha të në viteve pune, atë ditë prej raportit, i pataftu edhe dy kolegë, doktor Avniun edhe doktoresha Melihat, e hongëm një me gjezë së bashku, edhe u kry, edhe nuk gjatë ko, as kush me ardhë me thonë, hajt hup prej këtu hit bile. Se jo me thonë, hajt ditën e mirë, pa të shëndeta diqka, as drejtor shëndetësor, as kërkush kolegë, veç këta edhe raporti rëllës. E këta e kom një vrejtje që asnjëherë nuk do të harroj. Se besoj që nuk e kom rejtu ashtu. Kom mundu vetën edhe e kom donë forcat e fundit veç për mos me ordete ajo. Po prapë se nuk pata rrugdalje tjetër. Edhe u bo. Tash për fat shqyr që po vinë gjenerata të reja, e tash uri hap prapë, janë do mjek 3, inshallah nuk e vazhdojnë traditën e përparshme, e bohen ma shumë aty e nuk vjen me met me ka një mushu. Se kjo kam i prit gjitha raportet tjera. Sikur se që është, aktualisht është një konkurs 18 specialistë të fushave të ndryshme kërkohet vetëm në spitalin e Gjakovët, që është një far alarmi. Nuk kanë marrë mjek, nuk kanë marrë mjek, të kanë shku jashtë, nuk i kanë marrë. Kjo është një politikë shumë e gabushme e kuadrave, që qështu ka orë situatat është. Gjitha të ti rimore vetën, me këtë emocionalisht unë po them. Normal, po unë e kisha vendin, më se në optikë punoj, që shprej vitit 2000, e kisha vendin e punës, nuk ishte i kisha me bëndër prejrë punës, po prapë se prapë, ajo është një periudhë shumë e gjatë, që edhin vetë në punë jemi ma shumë punë se sa në shtëpi. Edhe përjetimet që i ke aty, i mon mend gjdo moment, gjdo asi, po vjen fundi. Mandaj vitin tjetër u pensionova edhe u kryj. E këtu është rasti që i kemi qenë me kolektiv. Po, bukër. Kalojmë të fotografia tjetër, shofim? Këtu tash është kongresi tash që u mbajt,
Po? I kirurgve, kolegjit kirurgve në Prishtinë, ishim patarët edhe djali Vigoni e pat një temë me mbajt, kjo nusja Hana, edhe kjo është në oftalmologji. Të dytë që kanë në të njëjtën fushë. Aje ka kry prej 2019 që ka kry specializimin, tash është me një klinikë shumë të njoftun atje. Hana tash e ka që një vitë diçka ka fillu edhe kjo oftalmon e ka marrë, kështu që oftalmologjia e familjes. Tretë. E këtu jemi në sallë të kongresit. A keni ato fërkimet profesionale? Profesionale, ja, unë e i mirë pres tash këto se këta janë shumë më largë, se kanë mundësin tjetër shumë. Në shafun e kam knatësin, kur më spjegon Vigoni gjonat që i punon, se tash ka qenë me një vend ku ka qenë, që ka punu edhe disa vite aty në atë klinikën ku ka kry specializimin, ka avansu shumë mirë aty, po tash e ka marrë ky doktor Shariot, që është në klinikën gjermane, edhe bën për këto vitrokirurgji, do me thonë në tëllësit synit, gjakderdhe dhe gjona këto i punon tash kyç ato. A bëhen këto të ne në Kosovë? Tash kanë fillu pak, ose në për klinikat e private. Po, se në... Tash pak ka fillu klinika mi po. Se duhen edhe pajisje edhe përvojë speciale, se është... Kështu që e ka pas fatin e mirë që e ka thira në klinikë dhe është avansu shumë mirë. E po thama jam knaqë tash kur isha ta, se na nuk i kem pas mundësit. E natyrshme kjo. Kalojmë te fotografia tjetër. Edhe kjo është një foto kongresit këtu me kolegët. Unë jam aty, doktoresha Melihate Bula, kjo doktoresha Sabrinoze, edhe doktoresha Jeta janë të pejes, kolege. Shoqet mira shumë. Oftalmologe të katërt. Gjitha oftalmologe jemi në sallë kongresit në Shqipni këtu jemi. Ecim tutje, shohim një fotografi tjetër. Pra pensionimit kjo. A ditë pensionimit, këto janë kolegë, shoqet e punës, edhe doktor Avneu, doktoresha Melihate. Me cilat patë një mirë njohje të mirë, ju vetëm e thatë. Kishit fjallën për këto, Po, me këto, po. Kemi kalu ditë mira shumë, kemi kalu gjitha peripetit e punës, edhe pse kove të fundit ka qenë shumë e vështirë me punu, edhe nga ona pacientjave, e qenë shumë papërshtatshëm, na kemi qenë një kolektiv krejt femra. Edhe gjithmonë, tash këto ndonjëna mërshin me ju kundërvu, kur të filleshin me fol fjallë pa fjallë. Edhe i thasha, ola, se këta si të nashojnë që femna tash, na kështa ashtu duhemi këqyrë lejbile më si u zgjatë, të kryme të ecin. Se e kishin shumë... E ki kuptu botën pakat, botën maskiliste që... Po. E vërtet. Kalojmë te fotografia tjetër, doktoresh tash këtu. Këtu jam në optik, kur ma kanë dhëru mirënjohjen të Vesyri. Po. Kjo është fotoja nga e kujtim. Ishte knatësi edhe në respekt për mu. Natyrisht edhe ju jeni gjithmonë, ju dhe gjithë mjekët e komunës së Gjakovës janë të respektuar për mediumin ton, falë bashkëpunimit të vazhdueshëm që e kemi në baza ditore me gjithë prej tyre. Prandaj edhe nga kjo studio i falenderoj të gjithë për bashkëpunimin. E sidomos për disa të cilët nuk pritojnë fare dhe bashkëpunojnë të mirë të qytetarë. Unë them, se cilën temë që e trajtojmë në medium në aspektin shëndetësor është në të mirë të qytetarëve, njoftojmë ata. Pjesë e misionit tonë si mjek është edhe edukimi shëndetësor i popullatës. Dhe këtë mund të bëjmë përmes televizionit. Këtë mujmë i po gjithë, në radio, televizor, kudo që gjithë një moment, një shprastin e vogël, veç pak mi uron vesh diçka që duhet, ajo mjaftan. Se unë gjithmonë e them se nuk e kemi shumë popullatën të arsimume pikpamje shëndetësore. Shumë pak ka njohuni. Duhet rritet vetdia. Kalojmë te fotografia tjetër. Kjo është grupi Rotarian Gjakova. Janë këta antarë të grupit. Kërë kishim një takim me guvernatorin aty, jemi gjithë. Ne jemi aty viti 2. Doktoresh. është një klub, unë përpara kom dëgju, po nuk e kom përjetu. Po tash për që një vjetë e gjysë gati 2, jemi inkorporu edhe unë bashkës me Shahinin, po është një strukturë shumë e mirë, gjithë intelektual, njerë serios që dojnë me bo mirë, me vizionit mira. Këtu
edhe në të kaluarën kanë bo, për shembull mamografin e kanë pru, dializës, aparatet janë prej tyre, si donacione, fal projekteve që i kanë bo. Edhe tash kemi në plan projekte tjera, po kjo që u bo puna e qeverisë, nuk po kemi qysh me zgjidh pa i pas Natyrisht se duhet se na se doni vjen me bashkëpunimi instancat. e leja nga ata. Natyrisht, e qartë, Bashkë kemi në plan këtë qendrën onkologjike me lyp me bo në Gjakov, po na duhet me ministër shëndetësisë me ato, se duhet në kuadër Po tash me spitalet. prit ministrin e ri tash, ose Po ministrën e jo re, vetëm kush do që vetëm të për vi. atë arsye, se Po. veç është përgatit projekti. Po shumë mirë, shumë mirë. Edhe Filantropia, kalonjeri unë mendoj që është një proces i krijon rëndësishëm, shoqëri, filantropët. po. Krijon shoqëri, krijon kontakte me qendra tjera, kem pas takime edhe me grupe tjera. Lumaj kush bën filantropi në vendin e vetë, është puna më e mira që mund t'ja bëj vetes. Tash jemi moshën që mujim, megjithëse ka nevojë edhe për kuadra të reja. Po. Se i shohim do antar të ri që i kom marrë, se jam edhe si koordinatore për antarësimin e antarëve të ri, po shohim si forca re normal që ka më në pru. Më Ka shumë energji. energji normal. Uroj të bashkohen sa më shumë. Kalojmë te fotografia tjetër. Kjo foto është ndurs të Shkëmbë Kavajës. Ne me shoqërinë tonë kemi shku gjithmonë me një maj, grup. Kemi qenë një shoqëri 5 kolegë, 5 qifte. Edhe me një kombi kena shku gjithmonë, me një kemi ndajt gjithmonë 5 ditë, 4 ditë, 6 ditë, qysh ka qenë koha. Edhe ne, për fat, na ka qëllu gjithmonë për vitori marteset, do tani. Maji. Një maj. Se, Dhe atje pas këtë festuar rëndomë. Dhe gjithmonë e kena festu. E kësaj radhe, kur ka qenë 20 vjetori, e patëm porositat pronorin aty Po. ku shkojmë, na pat përgatit tortën edhe këtu kemi festu në barë. 20 vjetë martes. 20 shkun, Shkun veç. 23 kemi lënë. Pas ka thonë këtë tu edhe maj. 20 të tjera. Po. Mirë është mesazhi i mirë Ata na këtu në këshin tortë. shkru, po. Nga Kavaja mesazhi. Uroj shëndet me pas edhe sa më shumë për vjetor të tjerë. Kalojmë te fotografia tjetër. Kjo foto është foto e familjes Shahinit, kur jemi martu, vitin 82. Këtu poshtë janë 2 vjerit, vjeri edhe vjera në ato në nana Shahinit. Kjo është tezja Shahinit e madhja. Aty lartë është motra madhe, Flora. Po. Kjo ka qenë në financa ka punu. Aty është Blerimi, vllau me nusën e vetë, Gülsenin edhe vajzën Klodianën, e cila ta është nanë në 2 fëmijëve. Sa bukur. Ata janë tash në Amerikë, jetojnë në Boston. Aty në mes është kunati vogël Genci. Ai ka qenë i pamartum. Këtu në atë 2, edhe kjo është motra e vogël e Shahinit. Kjo ka jetu shumë vite në Sarajev, dhe mbas luftës Sarajevës, edhe u këty tash jetojnë në Prishtinë. Një familje e madhe. Po. E bukur. Edhe të pishtu jemi në bord të shtëpisë atje. E bukur kjo. Ecim tutje, shohim një moment tjetër të doktoreshës. Edhe ky është një kongres Po. në Swiss Diamond. Tu jemi me profesor Orhan Kubatin, doktor Avni Matin, doktoresha Melihate dhe doktoresha Sabernoze. Në pauzë të kongresit ato kemi dalë. Vazhdoni të jeni pjesëmarrës Po, në vazhdimisht, kongreset të ndryshme, vazhdimisht. por me i pa trejat e fundit. Po, normal, natyrisht. normal. Po, gjithsesi. E kalojmë te fotografia tjetër, se cili kongresi ka ato të mirat e Kjo veta. është foto familjare. Me kë jeni këtu? Këtu jam me motrën, Raimondën. Tezja ime, mbas nanës time edhe i përngjon shumë, është Faketje Nigja. Kjo ka qenë mësuse, tash jeton në Prishtinë. Edhe unë, këtu ishim me një kanagjeq, më kishin thirrë, tezës i bike ka ona burit vetë, unë i kisha nanën e asaj nusës vajzë Halle, na pat ftu. Atë ditën vike motra, edhe e mora motrën me veti, e lajmërova, tash unë do ta bie edhe në mysafir, tash le ti takon familjen, se nuk i bjen mi pa çdo grup. E kështu që jemi në Kanaqaq aty. Se këta të gërbetit e kanë atë Të drita nostalgji, Nigja jemi, po. kur e kam martu vajzën, profesoresha. Aha, po. Unë e kom vajzë Halle. Shumë bukur. Kalojmë te fotografia tjetër.
Tash këtu kjo shoqëria juaj. Kjo shoqëria jonë. Për i doktori. Po, kjo shoqëria jonë, kjo është Ismet Kryezeu, ai pronori ku shkojmë na mbi 20 vite e më shumë. I ndjeri doktori Fati, që na mungon shumë me bashkëshortën Silvanën. Ajo është vajza i Ismetit, aty Sabina është stomatologet, po në Tiranë tash. Aty është Muradia, gruaja doktor Skenderit, që është këtu Skender Muhaxhirit, edhe ky tash i ndjerë. Doktor Osmani po ashtu edhe ai Nala. Vera, doktor Osmani, doktor Mamuti me Lulën, ajo është gruaja i Ismetit edhe na të dy. Po. Kështu që tash po na mungojnë, kemi qenë një shoqëri e mrekullueshme, kemi kaluar shumë momente të bukura së bashku, si asnjëherë mbi 20 vjet. Kur dohet dikush nga shoqëria, pavarësisht që blidhe. Na u zvoglu bile doktori Fati na pat vdek ditën e parë kur shkum me 1 maj. Na ra hera parë që shkum pa doktor Skenderin, se doktor Skenderi të ra me vdekën në pandemi, mandej shkum, ky atë natën mbrëmje na vdek, sa shkum. Pas ka vdek aty? Aty në sa ura ato, po, edhe vdeq ma dhe u këthym në atë natë. Edhe ai Nikoshi erdh kushëri i Rifatit që erdh me na marr, e theke kur nuk e harroj doktor Shahin kur të kom thonë a u mërzite, ta më tha në zvoglu tavolina shoqënisë. Se na ke qenë pandashëm. Çdo mbrëmje që është organizu me Xenin, çdo fest, çdo sa na kemi qenë grumull, gjithmonë shoqëria jone ka qenë e pandashme. Edhe aty kemi qenë shumë të njoftun te ky restorani Arbëria, se na vishin kem pas miq nga Kavaja, edhe ata viç pëlqejnë, kanë ardhur doktorë ata, po edhe me njëherë jam rrishin. Po kemi kaluar shumë bukur. Për ndryshe e kanë pas edhe një tradit që kanë për 20 vite e më tepër na çdo të ajte kemi dalë në honin e Haraqis, kemi hongër darkë, prej orës 9 deri në 12 kemi çdo të ajte. Kush ka mungu ndonjëherë që s'ka pas tjertë kemi qenë gjithë aty, edhe kemi kalu kohën, gjithë kohën të qesh, të fol. Doktori Fatin e kena pas eliksirin e shoqërisë. Ka qenë me ato batutat e veta, pazavendësueshme. Na mungojnë shumë. Ngelëm veç natash me doktor Mamutin. Alas kemi fillu me dalë që shka vdek doktor Osmani. Se u cungum. I fundit është doktor Osmani. U cungum shumë, edhe i shkoj. Zbehet ajo. Vred, se po thëmë kemi kalu ditë bukura shumë. Unë ngeca tavolinës, si që pas ka thënë doktor Shahini, pas ka të drejt. Kalojmë të fotografia tjetër. O, ki bukuroshi. Sa i bukur. Natën e synetis, kër e ka pas dasmen këtë u vesh. Si mbret, shumë i bukur. Unë i thëshe, princi jo gjyshe mbreti jam unë. Mbret. Po mbreti. Ju do ke pak për ti. Si Arja, kishte e me Ari, po. Bukur. U bëft Ari, kështu me suksese, me shëndete, me gjitha të mirat. Po, ecim të një fotografi tjetër, doktoresh, këtu jemi me... Kjo është një pritje e vitit të ri në Hotel Shar, Preval, me 2 djemët jemi. Kjo është Visari edhe Vigani, edhe na 2. Kujt i ngjajnë më shumë në tipare? Në tipare. Visari, ma tepër si Shahini, për ka tiparet janë pak ma... reagojnë ma shpejta, i kanë pak ma përgut gjona. Vigani për ka karakteri orsion, është ma i qetë. Mirë është me qift, si ju për shemë njëri tjetë pak më tolerus, tjetë me bajt balansin e qiftit. Për ndryshe, kanë një karierë të mirë të dytë. Kjo është rëndësishme për prindrit besaj. Visari arkitekturën e ka, mirë po, pasi e patëm hap në biznesin familjar me optik, pa të vendosë më marrë me qëtë biznes, kështu që i ka 2 optikat këtu, i ka edhe në Prishtinë me doktor Ermalin, po nën, është i palatëshëm, për punë është i pandalëshëm. Në bile shumë shpesh i them, dalu pak o nënë se ruje shëndetin. Kur të juve të punua i ndryshe është njeri prindi fëmin, po mirë, inshallah kanë me mbetë kështu. Ajo është rëndësishme. Kalojmë të fotografia tjetër? Kjo është fotografia asaj dite, kërë më dalë për spitalit. Po, pensionimit, vetëm e foto? Jo, spitalit në kërë kam rëshu. Ditës së spitalit, po? Ditës spitalit, po. Këto janë motrat, motra Gjavite, motra Melihate, doktoresha Melihate,
doktor Avneu, ajo është motra doktor Avneu me drejtja, në Srete Luka, edhe këto tash janë pension, që kjo është Elmaze Dylhasi, ajo është në punë, edhe këto dyja kanë mbet, edhe Liria Jaka, edhe ajo pensionu, e kjo ka qenë servir, ka Flure, Godeni kjo ka vdek, për pat. Edhe aty. Po, shkojmë tutje? Kjo është dita fundit e raportit. Kjo është takimi i 40 vjetorit të shkollës. Jo, kjo është absolventave. Absolventave? Këtu jemi shoqëria e studimeve. Po i doktoresha Iliriana, aty ku e shoh. Doktoresha Iliriana, doktoresha Vjosa, Dobruna. Po. Mandej këtu përpara është doktoresha Qamilja që i thash. Ajo doktoresha Emiliata Poloshka, Gjakobës. Se cila ma profesioniste. Po, ajo doktoresha, ajo transfuziologi. Po. Kjo doktoresha Luljeta është e Suarekës, po jeton në Zvicër, dhe kjo ka një familje të mrekullueshme, ju kanë bo mjek fëmijë, i ka shumë. Vazhdoni me mbajt takime përvjetore të tilla? Po, kemi mbajt edhe një. Po. Mandej në vdicën do u presh pak rani. Po ka qenë shumë interesant kur u takum, se ishtë mas 20 viteve, kishë shumë që s'kana pas, se kemë pas rajone ndryshme. Po, pa tjetër. Edhe unë qesh shabile se tash ata ku më shishën se shkukrejnë e tije, se unë e flok të shkurta gjithmonë edhe kështu. E ata bura tash pak ishin plëtsu, ishin thije, na gratë prapë me gjëros me flok, nuk e majshin pak. E u qeshim e kishën edhe doktor Gzim Lipovicin e kom pas gjenerat. E tash a i bile më pëtë ke shukran cili ke që ke, o të shë nuk, po mu imi majtë mend me një herë se krejtë ko kënë ndru, janë po shumë ndryshe. Po ka qenë një përjetim shumë i veçantë, shumë i mirë, mas 20 vite. Me pa shok të shoqet e studimeve, kjo është moment i mirë. Jecim tutje, fotografia tjetër? Kjo është takimi i maturantave, këtu jemi mbas 20 viteve. Po. Që kjo ka qenë takimi i parë ju një mas 20 vjetëve. Këtu jemi në Roma. Këtu lëgjëzim ju pa që tash ka vdek, aty mbi doktor Bujari, Bujar Bedra, aty doktor Blerim Zuna, Katja Melihatja aty, është një gjenerat, mjek, profesionist, ekonomist, po isho disa... Duka gjenë Kruzin, në Shatri Vanolli, edhe këta mjek, kretë një klasë kemi qenë. Ka qenë në klasë e suksesshme. Gjimnazi ka provu mjek si duket gjithmonë. Po, ka pas, Synim ka qenë ka pas. Mjekësia. Shumë mirë. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu, momente pune. Kjo është një foto para luftës. Në repart, kur kemi qenë në barok, Baroka ka qenë aty ku është në Europseatria, ka qenë një objekt i vjetër. Dikur ishim të reja. Edhe kjo fotografi flet vetë. Kjo duhet me qenë viti 93, që është të përëpërsisht. Me pak ndryshime të këto zonjat poshtat që i shoh dhe sot. Kalojmë të fotografia tjetër? Kjo është foto në Brezovic. Me këtë shoqërinë tonë, me doktor Mamutin edhe familjen e doktor Rifatit saj për shkak hipertensionit nuk vinte. Mandej doktor Osmani nuk patë bashku, shkojshim në Brezovic edhe dhe rrishim nga një javë kështu. Edhe aty fëmijët i kanë marrë hapat e para edhe të skijimit, e kalojshim shumë mirë. Na u shoqëroheshim me zveti, këta shkojshin e skijojshin. Këtu bile Vigani ka qenë shumë i vogël, 7 vjetë. Edhe këta të mëdhajt i morën skijat edhe e pata një trajner aty i fillaj, tash këti i vlejke, se o shumë kërështar edhe shumë i gucimshëm. Dhe pse o shumë i qete, dënë gjithë shka me mësu. E ja pata mblena një palë skijet plastikës, kështu kanë qenë sa mullë shumë brekse, ku në se dishin këtë që mundet njerë. Po, edhe unë e du me shku me ata, me shku me teleferik në altë. Mandej fillaj edhe kjo, edhe tash shumë mirë skijojnë të dëtë. Kujtimet e fëmiris ju ndihmojnë gjithë dhe. Po. Kalojmë te fotografia tjetër, të shohim ku jemi këtu. Këtu jemi me antartë, po. Këtu jemi me antartë e klubit Rotarian, Gjakova, disa prej antarëve, me bashkëshortet janë këta. Na patën bo ftesë grupi i Shkodrës,
kur u majtën karnevalet të Shkodrës. Edhe patëm shku me 2 makina, patëm kalu shumë bukur, organizu një mbrëmje aty, me maska, me ashtu si maska mball. Erdhen prej gjitha vendeve, patë edhe prej Italisë, Greqisë, mandej prej Shqipërisë, ishin klubet tjera. Edhe na ishim aty, kalum shumë bukur. Atë njerë ditën në për qytet patë organizime, shetitëm mbrëmje patëm natën, darka që ishte me muzikë, shumë një darkë e bukur. Edhe të nesër me mandej u ndalim shetitëm disa pjesë aty. Po. Kalojmë të fotografia tjetër, pas kësaj vizite të Shkodrës, shofim ku do t'jemi. Kjo është një udhëtim i uni për Shqipëri. Po. Të shku të Shkëmbi Kavajës, e këtu është nipi jonë Ori. Ata kanë qenë të udhëtu dhe ata të shku dika, po ka lyp mu taku te pompa për të kallët mi pa dhe njëherë gjyshat, po dhe ma dhe në vazhdojnë. Lidhja me gjyshë. Kështu që i kanë bo një fotos bashku. Po, faleminderit doktoresh, shofim nëse nuk gaboj jemi në fund, kështu tamam e pas kem menduar mirë. Kaluam kështu në shumë momente, në shumë situata, në shumë përjetime, për cilat, se cila prej tyre ishte më mirë se tjetra. Kjo na jep të kuptojmë që keni pas një jetë stabile, një jetë në shërbim të pacientave, një jetë të respektuar nga shoqëria dhe komuniteti, gjë që ju bën të ndjeni mirë edhe sot pas këtyre viteve. Ashtu është. Doktoresh, faleminderit shumë që ndatë kohën edhe i ndatë këto fotografi me shikuesit tanë. Ishtë ime, se dhe atë natë kërë i mora i shfletova fotografit e bona një rekapitullim edhe vetë. Është një parloj emocioni, kështu e thonë se cili bashkë. Më pëlqen shumë fotografia edhe për fatë bëjmë shumë, se gjitha ato që i bëjmë nuk i lojmë në telefon, po i zhvillojmë. Edhe kështu që se cila fotografi ta zgjën një emocion caktum, për momentin e caktum, për periudhën e caktum e tjetës. Kështu që inshallah gjithmonë në rrujmë kujtimet mira. Po. Faleminderit doktoresh shumë për kohën. Faleminderit juve, kënaqësia ishte imja. I punë të mbarë, gjithë suksese. Edhe ne gjithashtu, edhe gjithmonë lajmet mira për ju edhe për punën tuaj. Faleminderit shumë. Kemi përmbyllur këtu diskutimin me doktoreshën. Faleminderit që na ndoqët, vazhdoni të jeni me ne edhe të na propozoni edhe emra të tjerë, sepse duke propozuar ju ne sjellim këtu në këtë karrigë profesionist të fushave të ndryshme, në të njëjtën kohë rritet edhe bashkëpunimi yni me ju. Mirëmbëjtje dhe takohemi të martën e radhës. Natën e mirë.